Zëvendës kryeministri edhe njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku është marrë zyrtarisht e pandehur nga SPAK. Pas ditën e të premtes, Balluku u paraqit në ambientet e prokurorisë së posaçme, teksa pak minuta më vonë vetë prokuroria dha detaje për hetimin dhe njoftoi zyrtarisht akuzat. SPAK sqaroi se deri në këtë fazë të hetimeve paraprake, ministri është marrë në hetim për njërin prej procedurave të prokurimit për tunelin e Llogaras, konkretisht për aksin Orikum-Himar, pjesë autostradës Vlorë-Sarand, ku janë evidentuar shkelje në zhvillimin e procedurës së tenderimit për këtë aks. Sipas SPAK, bëhet fjalë për procedurën e zhvilluar më 11 dhjetor 2020, e cila më pas u anulua dhe u rihap më 22 qershor 2021 me një fond të limit prej 190 milion euro patvsh, një nga më të kushtueshmit sot në vend.